Selamu alaikum të gjithëve. Shpresoj të keni pas një natë me adhurime të mira. Rrjetet sociale kanë qenë gjatë gjithë kohës duke uru për natën e Kadrit. Xhamia të plot, tek namazgjaja, tek gjithë xhamitë e Tiranës, një masivitet shumë i madh. Besoj në gjithë xhamiat ku ka shqiptar, besoj të plot kanë qenë për 10 netësin e fundit. Më shumë këto teket, po edhe më shumë besoj nesër që shpresohet që është nata Kadrit. Ka një pyetje, ne kemi sqaruar njerëzit, i kemi vendosur në rrjetet sociale edhe gjitha. Kur domethënë se kemi kuptuar, domethënë nata e 27 po agjërohet dita e 26. Pra praktikisht fillon po si traditë është të shkriu kjo. Pra e mira është që si ide janë këto, nuk është se është në ajet Kurani ose në thënie profetike. Duke qenë se nata 27, shumica e dietarëve, shumica e komentuesve të Kuranit, në veçantë të surës Kadr, komentojnë që nata 27 e muajit mallnueshëm të Ramazanit është nata e Kadrit. Dhe si respekt për ato të cilat nuk e kanë pas mundësinë ose akoma nuk kanë formën e duhur, mundësitë e duhura që ta agjërojnë gjithë muajin, për respekt të natës së mallnueshme të Kadrit, bëjnë agjërim një ditë para, për, si më thon, kur të hyjë nata e Kadrit, atë ditë kanë qenë agjërueshëm. Domethënë ideja është si presin agjërueshëm. E presin agjërueshëm. Ne sot e kemi biles kur Musa alayhis salam do takonte Allahun e mallnueshëm, ishte agjërueshëm. Kjo është po si traditë tek ne, që në fillimet e veta komuniteti musliman e ka vendosur në kalendarën këtë mënyrë. Si respekt të natës Kadrit, ato që nuk e kanë agjëruar dot gjatë gjithë muajit, e bëjnë agjërimin një ditë, se ne e dim që për akşam hyn nata. Me kalendarin hënor po flas që ka lidhje me muajin e Ramazanit. Dhe kush agjëron sot, mbasi perëndon dielli, që hapet dhe iftari, hyn nata e Kadrit. Dhe ai person ka qenë agjërueshëm si respekt për natën e Kadrit. Kjo është qëllimi. E inshallah, unë e kam thonë me shumë pasion të mirë, para shumë viteve që kam qef ta them prap, që nata e Kadrit do fusin në xhenet me miliarda vet. Pse? Sepse jo të gjithë agjërojnë, jo të gjithë falen, jo të gjithë janë thelluar në besim, por Zoti i Madhnueshëm, mëshira e tij e pakufishme, siç kemi thonë, dhe kemi temën sot, mëshira e tij donte ta mbulonte edhe faraonin, megjithëse ai u tregua mendje madh, e ka bërë për njerëzit lehtë vlerën e natës Kadrit. Dhe respekti që i bëhet natës Kadrit një ditë parë me agjërim është pjesë e besimit. Patjetër. Sepse ato që agjërojnë sot e bëjnë këtë për respekt madhit Zoti, qofshim atij fal. Dhe gjatë kohës që do hyjë nata Kadrit, faljen që mund ta bëjnë xhami, apo faljen që mund ta bëjnë shtëpi, apo lutjet që mund t'i bëjnë, apo veprat e mira në sadaka, në diçka që i mundsohet. Kjo prap bëhet në emrin e Zotit. Ne çfarë kemi thënë me tekste të qarta, dhe ai që do ketë grimz besim në botën tjetër nuk do t'i humbi ajo Allah. Atë po mendoja. Pra mund dënohet për mëkatet, veprat penale që ka bërë, por i ditë do të dalë nga dënimi e do të shkojë në xhenet. Qoftë dhe i grimz besimi, kurse ta agjërosh i ditë edhe ta vlerësosh natën e Kadrit është më shumë se sa i grimz besimi. Patjetër. Kështu që elhamdulillah, populli jonë ka këtë respekt madh për natën e Kadrit, siç e ka gjithë bota. Besoj në mënyrë graduale nata e Kadrit do zgjerohet në gjithë botën kur t'ja kuptojnë asaj vlerën. Edhe e kam thonë me shumë logjik dhe e kam thonë me shumë pasion, dhe jam shumë i kënaq për këtë, që nata e Kadrit do bëhet sebeb që të tërgojë në xhenet miliarda e miliarda njerëz. Se nuk kam parasysh vëlla vetëm për 2 e më shumë miliard musliman që janë sot, po flasin vazhdimsi miliardat shtohen. Sepse miliarda nga brezi në brez flitet për miliarda shumë pasaj. Dhe nga këto do jenë ato që e kanë respektuar natën e Kadrit, edhe kanë agjëruar i ditë, e inshallah Zoti nuk ja humb punët e mira askujt për njerëzve të tij. Para se të lexojmë disa nga komentet që dihet tani domethënë shumë edhe duket edhe duket besoj në Instagram do të jesh janë
3600. Po. Se është ajo që më thesh parë që sot është pak më e veçantë dhe Facebook është direkt 1.1. Po, normal. Në rast se unë për shembull jam nuk kam agjënuar ndonjëherë. Nuk e kam idenë. Okej, e di që nuk do të haj nga kjo ora, për shembull deri në orën 4:19 deri në orën 17:55. Po. Jam i ri, nuk kam shumë dije gjithë. Çfarë do të them unë këtë ditë? E para të largohet nga ushqimi, nga pija, edhe nga bashortja. Kjo është, si më thon, klasa parë e agjërimit. Pra nëse njeriu prish një nga këto, agjërimi është i pasakt. Pejgamberi alayhis salam ka thonë largoju fjalës keqe, largoju veprimeve të këqija dhe largoju ignorancës. Pra një agjërues nuk mund të jetë sinonimi budallëqeve dhe ignorancës. Këto janë elementet bazë që agjërimi të quhet. Kurse pastaj duhet me sa ke mundësi me e përmend madhin Zot. Sa ke mundësi lutje. Shqipje, valla, Zot na fal, Zot na mëshiro, Zot na furnizo me të mirat e tua. Pra të lutem edhe për gjërat dynjase, për të gjitha. Nga të gjërat e dynjas për fëmijët, për familjen, O Zot, mëshiroj familjen time, më ruaj fëmijët e mi, na bën nga njerëzit e mirë, na bën nga njerëzit e begat, na bën që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, na e bëj jetën tonë të lumtur, na e bëj jetën tonë dritë. Se Zoti i ka në dorë, valla. Do Zoti të shef sinqeritet në shpirtin e zemrën tënde dhe ti pranon. Pastaj Zot na bë rizq xhenetin, na bën neve nga njerëzit e përjetshëm të xhenetit, na bën neve që ta kuptojmë besimin, madhështinë tënde, se po flasim për krijuesin e universit, më. Po flasim për Zotin që na dha jetën, i qofshim atij fal. Edhe kur e obligon në agjërimin dhe kur thot lera në atës kadrit, e ka për të mirën tonë. Ne kemi trajtuar këtu në temat e mëparshme, sikur ju të gjithë luteni, çfarë doni ju, t'ja u japi Zoti, nuk humb asgjë në pushtetin e tij. Kjo është deri në kohën e iftarit. Kohën e iftarit vazhdohet po e njëjta gjë. Kush ka i xhami të afër, shkoj ta fali vëlla, Yacin, shkoj ta fali edhe teravit, sa të ketë mundësi. Kuptohet, sot janë çik xhamia të plot, po me durim. Në të njëjtën kohë të jetë sa më shumë vepër mirë, se çdo vepër sonte inshallah vlerësohet sa i mi muaj, edhe më shumë se sa i mi muaj. Gjëja dhe një sadaka me sinqeritet. Gjë e vogël i sadaka i fjalë mirë. E ka 1000 e lart. 1000 vjet më shumë. Një fjalë e mirë, një përmendje e Zotit, një dëgjim i ligjërate, një fjalë e mirë në familje për nanën, për babën, për bashortën, për fëmijët. Se ta bëj Zoti rrezik dhe ndoshta duke e bëj gjë të mirë sot ta bëj rrezik për gjithë jetën me qenë në harmoni me familjen tënde. Kur e ka pyetur bashortja e vet pejgamberin alayhis salam, nëse thot e ndjej dhe e kuptoj që është nata e kadrit, çfarë të them? Dhe pejgamberi alayhis salam i ka thonë një gjë. Mos më ngarkuar. Thuaj tha Allahumma innaka afu. O Zot, ti je falës. E don faljen, më fal mua. Sa e thjesht. E thjesht, po, ore ndoshta se mban mend, Zot më fal. Po, kuptohet, pejgamberi ka njohur shumë Zotin dhe një nga emrat e tij është Afu. Afu do të thotë ka një gjë shumë interesante. Në kuptimin e këtij emrit Zotit është që Zoti ta fshin fare gjinafin. Për shembull, ka edhe Gafur, Gafir, Gafar. Ka disa emra që kanë lidhje me faljen e Zotit për njerëzit e tij. Të gjitha emrat e tjerë Zoti do të fali, po ti do ta shikosh veprën e keqe që ke bërë ditën e gjykimit. Përveç kur të përfshin me emrin Afu, këtë që ka përmend pejgamberi bashortës tij, kjo ta shun fare ti nuk e shef ditën e gjykimit dhe kjo është fitare e madhe vëlla. Domethënë nuk oj soi sikur shko ke gjykatësi edhe të fal, dhe si të shkosh edhe ke gjykatësi mos kesh fare as i vepër të keqe që ke bërë. Prandaj s'ka thënë thuj o Zot ti je falës, e don faljen, më fal mua. Pra sa më shumë vepra të mira, sa më shumë gjëra të begata. Mësova edhe veti diçka të re për emrin Afu. Po është emri i vet, është fshirësi. Pra e fshin fare. O Zot, edhe ne lutemi vëlla, se tani ka hyrë koha e agjërimit, Zoti na përfshi me emrin e tij Afu. Fshirës i mëkateve. Pra falsi i mëkateve është që ngelin mëkatet në librin e jetës kur të jemi përpara Zotit, kurse fshirësi i mëkateve është që ti nuk i shikon fare. Pra është i privilegj që ka mundësi që këtë ta përfitosh në natën e mallnueshme të kadrit. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha kush e humb këtë natë, e ka kaplu humbje madhe. Pra kush e humb dhe këtë, kjo është një bonus hyjnor, një amnisti hyjnore. Që ti disa gabime që i ke më të madhin Zot i ke ti drejt për drejt me atë.
ai në këtë natë ty t'i fal gjitha. Nuk hyn këtu kur ke vrarë person valla, se duhet edhe ta shpjegojmë që se me drejt thot dikush e di si është problemi, po mi valla 364 ditë bëj gjinafe. Edhe i natë tani tu po flasim për gjinafet edhe mëkatet që ke ti me Zotin tënd. Kurse mëkatet që ke me njerëzit duhet ja kërkosh dhe Allahin atyre. Edhe ato ti fali madhi Zot. Po sta fal filani që i ke hyn hak. Edhe Zoti na ruaj. Prandaj neve njerëzit duhet t'i kërkojmë Allahin dhe falje njëri tjetrit. Se gjithë valla gabojmë. Prandaj ditë gjykimit marrin dhe japin për sevapë dhe për mëkateve me njëri tjetrin. Po se është dita drejtësisë. Subhanallah. Dhe një dietar thoshte i gjot bukur, sikur thotë mos du që njerëzit hynë mëkat, do doja gjithë qytetit të mshajnë mo të mbushin me mirësi. Se ditën e gjykimit duhet më i dhon nga veprat e mira ose me marr nga të këqijat e atij. Pra e thanë në formën që mos shani, mos ofendoni, se nesër do japësh llogari pse e ke shajt filanin, pse e ke ofendu filanin, pse ja ke der gjakun filanit, pse e ke prek në nder filanin, nuk i shpëtojmë dot. Edhe sikur duam ne. Pra, në natën e mallnueshme të Kadrit, Zoti t'i fal të vetat. Dhe ai është bujar i madh dhe falës i madh. Por çfarë ke në raport me njerëzit, duhet t'i kërkosh dhe atyre falje, t'i kërkosh dhe atyre Allahin, dhe nuk është pri urtësisë që për shembull minimumi në natën e Kadrit t'i kërkosh Allahin prindërve. Ti kërkosh hallalin bashortes, është bashortja bashortit. Pse valla mos pastrohemi tamam. Pakte me njerëzit që ke më shumë komunikim. Kurse për njerëzit që nuk ke komunikim, duhet nivel shumë i lartë për shembull gjithë muslimanët e mirë t'ia bëjnë hallall njëri tjetrit. Dhe duhet ta kesh zemrën e madhe valla. Duhet me shkel sedrën me kom. Po, me thonë që hallalli kanë, sepse njerëz janë dhe ata kanë edhe ato problemet e veta. Kështu që në këtë prizëm valla është i gjë që Zoti inshallah na shef ne me të mirat e veta. I kemi hyrë pak në hak komenteve se janë pafundësisht dhe janë shumë të mëdha. Vetëm kam një pyetje tjetër para se të futemi ke tema Musait. E di që ato që e kanë kalu shkollën fillore lart presin Musain kur po fillon. Inshallah. Por sot është një ditë për të bërë disa shpjegime pak më të lehta, më të. Po. Ç'a ndodh në natën e Kadrit? Pra kjo është një natë shumë e madhe, por ç'a ndodh? Zbresin e një ç'a? Në natën e Kadrit ka disa privilegje. Pra, gjithmonë po flasim që unë po agjëroj për herë të parë. Okej, po agjëroj. Po edhe për ne që agjërojmë. Po patjetër, po kjo është mirësi për gjithë vëlla. Ç'a ndodh? Ç'a ndodh me qiellin, me engjëjt, me Zotin? E para, domethënë janë të renditur vëlla. Gjëja e parë, ka sure, pra i sure e Kuranit quhet sura e natës Kadrit. Vet fjala Kadr do thotë madhështore, nata madhështore. Nata e privilegjeve, nata e mirësive të mëdha. Kështu është kuptimi i fjalës Kadr. Ne zbritëm atë në natën e Kadrit. Gjëja e parë, çka ka ndodhur në natën e Kadrit? Dhe pse ka kaq famë? Se duhet i japim logjik tekstit. Jo del nata thot e kuqërremt. Më kupton, pse e ka zbritur Kurani famlar. Udhëzimi. Pra udhëzimi, pra domethënë Zoti komunikoi me tokën, siç kishte komunikuar me Adamin, me Ademin, me Noën apo Nuhun, me Abrahamin ose Ibrahimin, me Mojsiun ose Musain, me Jezusin apo Isain dhe me Muhamedin. Ishte lidhja, valla zbriti Kurani, siç kishte zbritur përpara librat e shenjtë, Teurati, Ungjilli, Zeburi. Zoti pra ishte i fati madh. Zoti po përfillte krijesat e veta. Kupton për çfarë po flasim? Për Zotin e madh gjithësisë. I thot diçka bëu dhe ajo bëhet. Ai është i përjetshëm, s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Është i gjithfuqishëm. Pra është privilegj i madh që ai merret me ne. Vëlla është njëri i pasur. Është njëri me pak pushtet, edhe nuk i flet njerëzve. Nuk do t'i shikoj, duket vetja më lart. Tani imagjino Zoti i gjithësisë. Por Zoti i gjithësisë është tjetër. Prandaj quhet i gjithëmëshirshëm, mëshirëplot, bujari i madh, i dashur me krijesat e veta. I ka ai pjesëqenies vet, prandaj merret me ne. Se logjikisht me matematikën tonë të dobët dhe me vese që jemi, ne s'duam me pa një që është më poshtë. Jo kur je lart fare. S'ke kohë as me i taku, as me i pa, edhe i shpërfill. Ky nuk është Zoti i gjithësisë. Me anë të zbritjes Kuranit famlar, siç zbriten librat e mëparshëm, Zoti solli udhëzimin për njerëzit. Dhe kjo natë e ka marrë këtë vlerë sepse zbriti Kurani në natën e Kadrit. Pra pse mori vlerë si natë, zbriti Kurani. Atëherë, me që zbriti Kurani, dhe kjo natë u bë me vlerë, çfarë vlerash ka? Gjëja e parë, ne e zbritëm Kuranin në natën e Kadrit.
Ç'të mësoi ti Muhammed që është nata e Kadrit? As pejgamberi selam s'ka ditë për vlerat e saj derisa Zoti ja ka shpjeguar. S'ka fol as i gjë profeti Muhammed nga mendja e vet. I ka thënë Zoti në Kur'an, sikur ti të shtoje një fjalë nga Kur'ani, do ta prejë arterin e zemrës. Arteria kryesore e zemrës vdes në vend. Drejt ja ka thënë Zoti, po të ishte se Muhamedi e kishte bë vet Kur'ani, nuk e thotë këtë gjë vëlla, se është ulje. Tha o Muhammed, sikur ti, si shembull, jo se Muhamedi shkote në mend me shtu ajet, sikur ti të shtoje një ajet në këtë libër të shenjë timin që unë po zbres, do të prejë arteria e zemrës. Nuk luhet me librin e Zotit, se është udhëzim për gjithë njerëzimin. Asnjë s'ka drejt shtoj një fjali dhe një presje në të. Thot, nata e Kadrit që zbriti Kurani famlar është më e mirë se 1000 muaj. Gjëja parë që përfitojmë vëlla, çdo veprim i mirë që bëhet në këtë natë, ne marrim shpërblim sa 1000 muaj. Pra afërsisht ose pak më shumë se jeta normale, se zakonisht njerëzit nuk shkojnë gjithë 83-84 vjeç. Super ofertë. 1000 muaj afërsisht janë 80 e më shumë vjet. Pra ti çdo vepër, thu o Zot më fal, ti sikur e ke bërë këtë 84 vjet. Zoti ta rëndit kështu. Qofse ti i thu prindërve ma boni halal, qofse ju kam shqetësuar me një gjë, kjo të vlerësohet si vepër e mirë për 84 vjet. Qofse ti fal 2 rekat, pra shkon në xhami dhe falesh, ty të quhet sikur e ke bërë këtë për 84 vjet. Ti ndoshta s'ke për të jetuar 84 vjet. Kur ishim me i ligjërimin e para në podcast, çfarë tham? Njeriu mund të vdesi 80 vjeç, por nëse ka bërë 10 vjet agjërim dhe ka arrit natën e Kadrit, ai është 800 vjeç, e më shumë. Ka shpërblime. Pra, gjëja e parë që përfitohet, dhe po zjatemi pak ke kjo për respekt të vëllezërve dhe motrave që sot kanë agjëruar. Gjëja e parë, çdo vepër e mirë nga akşami deri nesër në mëngjes, pra nga akşami sot e deri nesër në mëngjes, deri në kohën që fillojmë në podcastin nesër, 1000 muaj quhet çdo vepër e mirë. Allah. E dyta, do t'i them me tekste vëllai, s'ka marrë me fol fjalën time, s'do shpikun. Ka thonë, men qame lejletul qadri imanan o ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush në natën e Kadrit falet dhe bën vepra të mira, Zoti ja fal gjithë gjinafet e jetës. Pra nëse ti Zotit i thu, Zoti im më fal, kam bë gabime, tim ke kriju me vese dhe unë her pas here shkoj. Se njeriu ka dhe vese dhe virtytet brenda qenies vet. O Zot, nuk i kam bë me të bëmë një madhësi ty, si ti je Zoti i gjithësisë, po kanë tërheq. Si, çka kemi thënë në një podcast? Njeriu është nga toka dhe trupi është e tërheq toka dhe do të thot veset dhe dobësit, dhe është me shpirtin nga lart. Pse njerëzit kur e dëgjojnë podcastin gjithmonë na thonë ndjehem mirë shpirtërisht, po pra, se fjala e Zotit ka lidhje me shpirtin, nuk ka lidhje me trupin. Pastaj nga shpirti ka rregullim hormonesh, qetësi, stabilizimi i neuroneve të trurit e me radhë, po këto vijnë nga origjina e shpirtit. Pra, njeriu ka nevojë dhe për shpirtëroren, sepse shpirti vjen nga qielli, dhe për toksoren, sepse trupi është nga toka. Dhe fal gjinafet. Pra, kush natën e Kadrit falet dhe i jep asaj hakun dhe e respekton atë natë, Zoti ja fal gjitha gjinafet e jetës vet. Çfarë gjinafesh tham vëlla? Të kujtohet? Gjinafet tona në raport me Zotin. Kurse me njerëzit është hesapi tjetër që duhet më ja kërkuar atyre Allahun ose më ja kthy atë të keqe që i ke bërë atyre. Vëllai ka marrë në i lek në i gjë, duhet më ja kthy. Qofse do që i madhi Zot të ta fal. E treta, vendosen veprat deri natën e Kadrit që vjen. Pra, Zoti cakton natën e Kadrit veprat për një vit derisa të vinë ata e Kadrit tjetër. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Zbresin engjëjt me shumicë dhe Xhebrail e mini vet për të caktuar për ditë në natën që Zoti cakton veprat për çdo person. Ka dietar shumë që kanë thonë që caktohet risku për një vit, caktohet a do të jetosh këtë vit apo jo, caktohet deri në detajet vogla në bazë të vlerës madhe që ka kjo natë. Që nën kupton që kush e respekton më shumë natën e Kadrit, i ka privilegjet dhe mirësitë më të mëdha në krahasim me atë që nuk e vlerëson apo Zot na ruaj i duket i diçka që nuk ka vlerë. Por respekt madh të kësaj nate, i madhi Zot në ajetin që ka thënë po në surën Kadr jemi, tanazzelul malaike do të thotë zbresin me shumicë engjëjt. Prandaj një nga shenjat e natës Kadrit kusho, i ke edhe në internet që i japin çdo ditë. Kur lind dielli nuk është i shndritshëm si gjithë ditët e tjera, sepse engjëjt janë duke u ngritur dhe ato bashkë me diellin dhe e pengojnë.
Pra, po të shohësh është shumë e çuditshme që ti e shikon që nuk është i njëjti ndriçim kur është nata e Kadrit. Sepse aq shumë engjëj kanë zbritur nga respekti i natës Kadrit dhe në veçanti zbret vetë Xhibrail Emini, që ne kemi thënë me vdekjen e Muhamedit alayhis salam, Xhibraili e ka mbyll çështjen e shpalljeve. Përveç natës Kadrit. Prandaj Zoti ja shpërbleft pa mas, i begatoft pa mas, ja shtoft mirësitë në familjet e tyre, ato që pak po e kanë bën jetë më agjiru sot. Edhe me majt vlerën, edhe me i bo lutje Zotit, me u lut për Zotin, me bona i falje për Zotin e gjithësisë. Se në fund fare, vëlla, Zoti është aq i mirë, sa na thret neve për të mirën tonë. Pasha Allahun që është një dhe një vetëm ai s'ka kur fare interesi për ne. Ai vetëm don, po nuk e bën këtë me dhunë, se ne na ka bën njerëz, jo engjëj. Engjëjt për shumë s'kan alternativë, vëlla, duhet ta adhurojnë Zotin, ta falenderojnë, nuk e njohin të keqen. Njeriu është tjetër. Njeriu është i krijesë më e veçantë. I është lënë të bëjë dhe mirë dhe keq. Dhe kur ai bën mirë duke pas mundësi me bë keq, kjo i vlerësohet më shumë se sa engjëjt. Pse engjëjt vëlla janë vetëm për mirë. Janë krijesa që i binden Zotit, sa ashtu janë kriju. Zoti i don ato për shkak të llojit krijimit nga drita që janë, por këtu fillon dhe mbaron. Për shembull, engjëjt nuk kanë shtim besimi dhe ulje besimi. Konstant. Janë konstant. Kurse pejgamberët kanë vetëm shtim besimi, si do flasim për Musën. Kurse ne të thjeshtit, herë rritet besimi, herë na bjen besimi. Në Ramazan jemi më mirë, është e dukshme vëlla. Në Ramazan me besim ne jemi më mirë. Kurse jashtë Ramazanit besimi jon nuk është aq i fortë. Si shtohet dhe ulet besimi me vepra. Kur bën vepra të mira, kur ndihmon tjerët, kur lexon Kur'anin famlar, kur je i kujdesshëm në veprimet që bën, ty Zoti t'jep besim dhe ti i stabilizuar, ti nuk e njeh ç'është stresi. Ti je okay për çdo gjë. Në kohën që ti fillon ndjek epshet dhe pasionet, veset, aty fillon bjen vëlla. Dhe ti e sheh që je largu nga Zoti automatikisht, është si me magnet kjo punë. Prandaj Zoti i madhnushëm, si kemi thënë ne, e kemi thënë podcast, sikur Sundjusi Suprem mos kishte vendos Ramazanin, shumica e muslimanëve do riskoshin islamin e vet. Është një lloj karikimi aq i fortë, nuk ka si punë celularit, që duhet për natë. Zoti e ka bëu herë në vit. Dhe po ta shohësh neve, më fal vëlla tani të flasim drejt vëlla. E përmendim në Zotin 5 mjesit vitet mujt e tjerë. Vëlla ku jemi në 4:30, inshallah çohemi për sabah, është kështu vëlla apo jo? Fiks. Kurse tani na del nga thellësia e shpirtit, e flasim me pasion të madh për Zotin e botrave. Pra Ramazani për ata jep këtë vëlla. Të garantoj unë ty që gjithë vëllezërit dhe motrat e nderuara që na ndjekin, mbaje podcastin jashtë Ramazanit. Laske për t'i pas në këtë numër që i kemi zakonisht. Pse? Po e ka beku pra i madhi Zot dhe ka kriju një platformë të mrekullueshme të riteve, të mendimit, të refleksionit, të unitetit, të bashkësisë, të socializimit, të vendosjes orareve, urdhresave, kuptimeve, dhe kurora e saj është nata e Kadrit. Dhe ne prandaj në Ramazan sikur karikohemi edhe për 11 muaj të tjerë. Po tani imagjino vëlla, mbasi mbaron Ramazani kalojnë 2-3 muaj. Fillo bjen. Kaloj 6 muaj, mund të kesh radhë më shumë. Shkon 9 muaj dhe afrohet, mund të kesh radhë pak më shumë. Po mos kishte Ramazan. Pra, po ta shikosh sistemin, pse vëlla i dashur Zoti i gjithësisë ka vendos të falesh 5 herë në ditë. Atë dëshëm të që ti të karikohesh ditore. Pse ka vendos ditën e premte një herë në javë, që sido që të jetë minimumi ta dëgjosh një ligjërat, ta kujtosh Zotin e gjithësisë. Dhe ka vendos vëlla i dashur mujoren, vjetoren një herë në muaj, që një muaj është Ramazani. Ka vendos një udhtim në Mekën e shenjtë, një herë në jetë, sepse ajo është goditja madhe. Dhe njerëzit përpara e kanë pasur më vështirë, mos shiko sot siç për 3-4 orë janë qabe, por përpara rrezikojshin jetën ato që ishin pak më larg. Dhe kur shkonin dhe kur vinin, zemrat e tyre ishte qellë në shtat. Dhe kjo është ndërthurja e cila është aq e bukur. Për shembull, në shumë ajete Zoti i gjithësisë, se s'po futemi ke Musaj edhe pak vëlla të lutem, e ka vendos për shembull namazin, faljen e namazit me dhënien e zeqatit. Perfekt. Pse? Nuk ka vlerë vëlla, unë vetëm po falem, po s'po jap zeqat.
Pra unë po mendoj vetëm për vete, edhe po falenderoj Zotin, e si shofe asnjëherë nuk I shikoj krijesat e Zotit ti ndihmoj ato. Prandaj ndërlidhet fuqia shpirtërore me impaktin social. Nëse gjithë ato që kanë, për shembull aktualisht është afërsisht 8.400.000, kush ka të vjetra 8.400.000 e më shumë duhet japi zeqat 2.5%. Nëse këtë e bëjnë gjithë, s'ka jetim më me halle vëlla. Ashtu është. Nëse gjithë e bëjnë këtë, nuk ka vëlla I dashur më njerëz që janë smur. Flas që nuk kanë mundësi të shërbehet për edhe kjo është thënë edhe nga ekonomistë botror, që nëse njerëzit do të hipshin gjithë të pasurit, dhe ata që kanë mundësi të hipshin zekatin 2.5% do kishte as I të varfër në tokë. Mos haro, pra furnizimi I Allahut në tokë është I plotë për gjithë. Allah duhet vetëm mekanizmi. Lakmia e njerëzve që I ndajnë dhe I bëjnë nuk I lejnë mundësi të varfrit të ushqehet. Nuk bëhet fjalë. E para, e dyta, nuk po flasim vetëm për të pasurit, se 8.400.000 lekë të vjetra ne po thuj se I kemi të gjitha vëlla, gjithë ne. Ne jemi të pasur, s'mund të thosh jemi shumë të pasur, por ne jemi mesatar. Pra këtu futen ato që janë shumë të pasur, po futen dhe niveli mesatar vëlla. Po pra I kanë për të gjithun. Po, kjo 2.5% është për gjithë. Do thosh ti vëlla I dashur, flasim I çik drejt. Vëlla, kjo hyj pastaj edhe në menaxhimin e taksës, ë? Që po flas tani për shtetin e për këto, po të gjitha sepse në event që zeqati njihet është si taks për shtetin. Dhe shteti e menaxhon atë në formën më të mirë që t'i shkojë prap njerëzve. Pra janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Ti edhe ti falësh Zotit, por të ndihmosh njerëzit. Se ka shumë njerëz nuk e njohin Islamin, vëllai, njohin përciptas. Si tham dje kur po folçim për faraonin. Faraoni donte ta fuste Musa'in biseda të rëndomta, kurse Musa I thotë Zoti I qejve dhe I tokës dhe shka kam ndërmjet tyre nëse meditoni, nëse logjikoni, nëse jeni të bindur, nëse perceptoni. Zoti I lindjes dhe I perëndimit dhe shka ndërmjet tyre, nëse arsyetoni. Zoti juaj dhe I prindërve tuaj të mëparshëm, kush ju krijoi? Gjithë ato vëllezër dhe motra që po na ndjekin neve, ti je I sigurt vëlla. Më shumë emocionalisht po e ndjejnë ato që janë femra. E di pse? Po femra vëlla, edhe e kam fjalën femra nëna. Po çfarë flet Allah? Nuk mund t'i dalësh dot Zotit ditën e gjykimit. Ti je nën dhe mos kesh besu për Zotin. Është gjinafi madh. Bab, njëjta gjë, po them nënë herë. Sepse vëlla brenda barkut nënës, brenda qenies nën, rritet një qenie tjetër. Dhe nëna vetë është e pafuqishme të ndërhyjë. Por ai po rritet. Nëna s'ndërhyn dot, po dashurin ka fillu ta ketë. Shumë madh. Brenda këtij laboratorit madh, barkut nënës vëlla, krijohet një qenie e jashtëzakonshme, që ne besimtarët e Sundusit Suprem ne e quajmë krijim I nivelit lartë. Kurse kur do me I bishtëru kësaj vëlla, po si bishtëron dot, e quajmë vetë organizim. Pra 36.000 miliard qeliza që e ndërtojnë njeriu. Vëlla, jo 36 miliard, 36.000 miliard qeliza që I ka çdo njeri në organizmin e tij. Ku gjithsecila është. Prit, disa duhet ta quajnë vetë organizim. Pse kanë ra viktime kësaj fjale, se bëhet organizimi madh vëlla. Nuk kanë quajtur rasti. Shikoje termin, është shumë term që të bë me turp. Se thuhet vetë pse se 36, domethënë fillon me një qelizë që është zigota, pastaj bëhen 2, nga 2 bëhen 4, nga 4 bëhen 8, pastaj dhe shumë fishohen me 2, derisa shkojnë 36.000 miliard. Vëlla, por një njeri po flas. Dhe gjithë secila qelizë e din se ku do shkojnë në cilin organ. Për shembull 100 miliard shkojnë tru, neuronet. Miliarda tjera shumë shkojnë për lëkurën. Miliarda tjera shkojnë për zemrën. Gjithsecila specifika mbeten. Vëlla, gjithsecila qelizë ka funksionin e vet perfekt dhe bëhet fjalë për jo vetë organizim, për krijim madhështor të këtyre qelizave që dalim ne dy dhe gjithë vëllezër motrat që prandaj them, nëna e ndjen. Dhe prandaj femrat janë kuj shumë emocionale. I ka dhënë Zoti ai shumë emocion dhe dashuri sa vetëm ato mund të arrisin I fëmijë. Ne vëlla 5 minuta fëmin duam ta puthim, ta përqafojmë, pastaj ne s'kemi lidhje më vëlla, ne mërzitemi. Ne çojmë 2 herë natën për të mbajt fëmin, ne vëlla kalojmë stres nesërmen. Kurse nëna çohet 15 herë, 20 herë dhe në të nesërm është njeriu më I lumtur në botë. Sepse është zgjuar për fëmijën e saj. Se ka brenda qenies vetë vëllai dashur. Ne edhe kur çohemi me çu prap nusën me thon merren krah. Themi sekret.
Po jo vlla, sado, ai di sot për shembull në shkollë studiohet materializmi. A është kështu? Nga një qelizori, qesharake, nga deti doli, nga krijes deti u bë krijes toke, estradë sa dush, pastaj shkom nga majmun bëhet njeri. E ke parasysh, një estradë e nivelit lart. Por në fakt sot me gjithse materializmi studiohet, 90% e njerëzve në botë besojnë. Ai di pse? Po nuk ta fal njeri vlla sa i shef që për 9 muaj ndodh orkestra e madhe që quhet njeri. O vlla, thuj çat dush, je shamat, ma beso këtë vlla. Ja çdo nën që po na dëgjon tani, po edhe çdo femër që do ta përjetoj. Për Zotin nuk mundesh dot vlla. Unë ti e di që studioj për shkencën, kam qejf vlla, individuale. Ti e di se ne bëjmë biseda shpesh. Për shembull vlla, sot një nga sfidat e shkencës e di kush është? Që të filloj të printoj organet. 3D, zemrën, mushkrin, organet që janë bark, tiroiden, syrin, trurin. Ti printoj dhe të heqi zemrën që ti ke dhe të vendosi zemrën tjetër. Dakor vlla? Inshallah arrihet se do jetë ndihmë e madhe për njerëzimin. Deri tani nuk është arrit. Megjithëse harxhohen miliarda dollar dhe megjithëse ka një grup të madh shkencëtarësh që merren me atë. Dakor vlla? Kjo ka pothuajse 50 vjet, 70 vjet që studiohet. Inshallah do Zoti dhe ne duhet të ndihmojmë me shkencë dhe me diturinë që kjo të arrihet. Se është një mundësi që na ka dhënë Zoti. Tani vllai i dashur, shive sa shamat është kjo punë. 50 vjet nuk është arrit. Janë harxhuar miliarda, do harxhohen miliarda, shkencëtar shumë, studimi i madh, dije e madhe. Tani vllai i dashur për 50 vjet vetëm një organ nuk arrihet. Të lutem orkestrën për 9 muaj, kush e bën barkun e nënës, ja i deli plot, jo me një organ, po i plot si qenie, dhe biles plus kësaj dhe me vetdije. Vlla mos bëjmë ne dy se kemi fëmijë vet vlla apo jo. Mendoje herë. Po mirë, pas kemi fëmijë, po pse ne dy ku lindëm erdhëm nga qielli ne? Nga barqet e nënave tona kemi dalë. Prandaj thonë nëna është heroina më e madhe e kësaj bote. Sepse sado një mashkull të arrijë çdo gjë, ka dalë nga i barku i një nëne të mrekullueshme. Kthehemi te shpreha që i tha Musa, Zoti i juaj, i prindërve tuaj e gjithçka. Që i tha Zoti juaj i prindërve tuaj më parë. Dhe Musa i këtë kishte si qëllim, se avash po futemi, nuk e di vlla si jemi me orarin, sa është orari? 52. Po, tani gjithë ideja e kësaj që po themi është që pse i vendosa këto element besimit. Vlla i dashur, i them sepse njerëzit i harrojnë. Vlla i dashur, ne hajmë ushqimin. Ne kemi pijat e mrekullueshme. Përveç janë shumë të mira, përveç janë shumë të freskëta, por është bërë një orkestër e madhe. Sinkronizimi ka pas nevojë për ujin që zbret nga ret, shiun, ka pas nevojë për diellin, për fotosintezën, për elementet e tokës, që të vijë ai ushqim vlla. Megjithse ka gjithë këto gjëra të bukura, ai është i freskët dhe i mirë, po s'mjafton me kaq. Ai është dhe i bukur në pamje. Ushqimet janë të mira vlla, frutat janë të bukura që kur i shikon, aromën e kanë shumë të mirë. Mos t'i harrojmë këto gjëra vlla. Në të njëjtën kohë deri këtu jemi okay. Po nëse çdo ushqim do ishte helm. Ose çdo ushqim do ishte i mirë, siç është, që për trupin ka, vitamina sa dush, ka të gjitha dobit për trupin dhe fuqinë që i jep, energjinë që i jep, por të kishte i gjotë paktën që ta shanim pak. Shija s'është e mirë vlla. Shija është e mrekullueshme vlla, ushqimeve që ka dhënë Madhi Zot. Ne hajmë fruta çdo ditë me pas mundësi dhe për ditë kënaqemi vlla, se trupi i don, po edhe aromën e kanë të mirë dhe shihen. Po mi vlla i dash, kush i sinkronizoi gjitha këto? Ti don ta mashtrosh tjetrin, ti thosh s'ka Zot. Dakor. Po do shtrosh po çfarë? Po jo vetë organizim rasti. Po mirë vlla thot një që punon një muaj si s'merdi rroga rastisht në shtëpi. O vlla do dal 30 vjet në balkon derisa të më vi një valiçe me dollar. Vlla nuk vjen. Është njëri që s'ka shtëpi thot ha. Kur universi u krijua rastisht, edhe unë do rri kështu edhe vetëm kur të më shfaqet në një shtëpi. O ka qëndruar njëri 50 vjet vlla, kur s'ka pa shtëpi me sy. S'mund të mashtrosh zot njerëzit, më vlla, se shenjat e Zotit janë kudo. Me miliarda, vetëm trupi ke 36.000 miliard qelizat. Pra nuk është se për shembull janë dy argumente dhe ne s'po e potencojmë, o vlla janë me miliarda argumente me të dridh trupi. O vlla unë themi gjë, mu mkinat, lirin kejnat. Po më qoftë se ti je në rregull me Zotin, ne ta kemi bëu halal. Se kjo çështje nuk është me na dash neve, me na respektuar neve. Kjo është çështje me njoh Zotin tënd, atë që të krijoi ty, me dash atë, me respektuar atë. S'ka problem për njerëzit vlla. E rëndësishme është ti të mbesësh brenda qëllimit për cilin
Zoti të krijoi. Janë shumë argumente vllai i dashur. Dhe këtë u mundu Musai që t'ja potencoi faraonit argumentet e pafundme. Edhe përveç kësaj, Zoti i thoshte Musait, "Wa dhakirhum bi ayamillah." I thoshte, tregoja, nuk ka, pse jam unë kaq pasionant? Sepse Zoti vëlla kënaqet shumë t'ja përmendësh njerëzve të vet mirësitë që ai ka dhënë. Nuk e ke iden sa kënaqet Zoti. Pse? I thot Musait, i thon ben Israilve, kujtoja atyre shpesh mirësitë që i kam dhënë. La, nuk ka më të mirë që ndihet njeriu kur kujton të mirat e Zotit. Pse? Thojnë dietarët, pas ka kriju ty në barkun e nënës dhe ka bërë një orkestër kaq të bukur dhe ti e lidh bashkë me nënën dhe ushqimet që han nëna të vinë dhe ty. Ti isha askushi dhe i pavetdijshëm. Las kemi qenë të vetdijshëm bashkë me nënave tona, po ushqim kemi pas me bollok. Se lidhet me anë të kërthizës dhe ushqimit vje. La ti e garantu përpara se me pas logjik nga mirësitë e Sundusit Suprem. Ne dy edhe gjithë njerëzimi bashkë me ne. A di kush është kjo fazë që lidhet qeliza me nënën. E kemi trajtu këtu ne faza që thot Zoti lexon emrin e Zotit tënd, i cili krijoi njeriu për ngjitjes. Kur nënës dhe aty fillon vjen ushqimi, po nuk u lidh, nuk ka fëmijë vëlla, rrëzohet, nuk lind as i fëmijë. Dhe thojnë dietarët e mëdhej, kur Zoti i gjithësisë të mundson që ti e mbargun e nënës dhe sa haron riskun, po ti as po lutesh, as je i vetdijshëm, ti i ke gjitha dhurata. Po mirë vëlla i dashur, pse duhet më i kujtu këto? Po mirë, ti mas i rritesh dhe të vjen vetdia, filloj beson Zotin dhe i lutesh, ai të dha ushqim kur ti su lutse dhe si ishe i vetdijshëm. Vëlla do ta ndaloj riskun kur ti rritesh dhe je i vetdijshëm. Dhe i thua Zot, dhe ti mendon se ai nuk të harroi kur ishe në barkun e nënës i pavetdijshëm, do të harrojmë nëse ti respekton natën e kadrit, nëse ti agjeron, nëse ti Zotin tënd e don, nëse ti Zotin tënd e respekton. Prandaj njerëzve vëlla e kemi detyrë. Kush është besimtar t'ja kujtoj familjes njerëzve mirësitë e pafundme. Kurani thotë ja jetë prekës. Sikur të dëshironi të i përkufizoni të mirat që ju kam dhënë njerëzit e mi, nuk i përkufizoni dot ai shumë janë. Sa më shumë shkenca evolon, aq më shumë gjëra të mrekullueshme dalin që Zoti i ka bërë për ne, por ne nuk i kemi ditë përpara. Ne vëlla marrim celularin, sije, lidhemi me Amerikën, ne kështu harrim që valët janë dhurat. Kanë gjenë gjithmonë vëlla, por ne kemi qenë brapa për t'i kuptuar ato. Shumë nga mirësitë e Zotit fillojnë dhe dalin në pa, dhe mirësitë e Atij janë, vilës Kurani thotë, dhe ju mbuloj juve me të mirët e Tij, të dukshme dhe të padukshme. Shumë gjëra, për shembull, ne që qëndrojmë kaq qetë në tokë, është forca e tërheqjes vëlla. Kur shkon në hënë që forca e tërheqjes është më e dobët, i shikon ti astronautët që fluturojnë, s'kan përqendrim vëlla. Kurse këtu ka sinkronizu forcën që ka njeriu, anën fizike, dhe ka sinkronizu me tërheqjen që ti rri kaq komod vëlla dhe jeton në tokë. Nuk e ke në hënë këtë, i ke patur në anijën kozmike kur fluturojnë? Edhe brenda anijës kozmike janë qesharak, nuk ndrohen dot, i ke pa ndonjëherë se si fillojnë duke u ndruar, po janë edhe pse s'ka stabilitet. A të them një gjë tjetër çka ka? I ka kriju Zoti aq shumë perfekt në tokë që ne i nënvlerësojmë, sa për shembull vllai kur kalon jashtë në hapësirë, afërsisht 100 kilometra e sipër në hapësirë, e din ti vlla që krijohesh po pa fund qesharak, e di për çfarë? Vlla ti bën me fol, po nuk ngjohesh. Shkencërisht vlla. Hap gojën, flet, dhe i tjetër i thot, po ky çka i shkreti që bën kështu. Janë kriju kushet vetëm tokë vlla që ne dëgjojmë njëri tjetrin. Në hapësirë nuk flet dot, mund të jesh duke vdek dhe i sumur, don të shprehesh, nuk të dëgjon dot askush. Vetëm të shef që bën si i çuditshëm. Pra ka mrekulli vlla, dhe ti e di që unë jam i thelluar në këtë, se kam shumë qejf vlla dhe i them edhe vëllezër motor sot është lecu. Hapet ChatGPT-n, hapet Gemini dhe pyete. Të lutem më trego me hollësi çdo ditë çfarë ndodh me fëmijën që krijohet në barkun e nënës. Të lutem më trego me detaj çfarë ndodhi me shpërthimin e Big Bangu dhe elementet që erdhën mbrapa. Do shohësh mrekulli vëlla që brenda sekondit parë janë krijuar gjithë parametrat për të krijuar universi. Brenda një sekundi. Nëse fëmia i don ka 9 muaj, brenda një sekondi kur ka shpërthyr Big Bangu, brenda një sekundi janë krijuar gjithë parametrat mrekullueshme me forcën e gravitetit e me të gjitha që të ekzistojë universi dhe në këtë univers të vim edhe ne. Për një sekond, çdo gjë ka qenë e garantuar, deri ke zgjerimi i universit që vazhdon sot e kësaj dite. Planifikuesi më i mirë. Planifikuesi dhe krijuesi i madh i botrave. Tani, ne jemi vëlla në orën 5, u bëm 40 minuta. 40 minuta me këtë. 40 minuta, po e meritojnë natë e kadrit
e meriton për të pasur një shpjegim më të për gjithë njerëzit që jemi në atë. Tani kohë me lexu komentet nuk kemi se po hym direkt. Po pak mund ta shohim dhe hym pasaj se edhe pak kohë kemi. Zoti i begatof gjithë ato që na ndjekin. Zoti i nderoj valla. Një pyet çfarë bëhet sonte, ne besoj se këtë e shpjeguam deri diku valla. Njazi thot përshëndetje nga Washingtoni. Përshëndetje. Zoti i bekatoft. Ato janë me orar. Po, tani ato 7 orë përpara nesh. Besoj janë duke i fal teravit ose pak më mbrapa. Një legjerat me shumë vlerë për gjithë njerëzit thotë me shumë fakte Zoti të rujt. Ja e boni halal se ju vanum për Musain alayhis salam që e kemi pas për të gjithë ne, po do shkojmë ke Ajka vlla historisë. Do shkojmë ke Ajka historisë faraonit. Do shkojmë direkt. Aty e do ishe dia ti, po do shkojmë sot. Direkt do hapim detin. Aty është valla. Allah. Aty është valla. Allahu akbar. Vllai dashur, gjëja nga më të bukurat ke historia e Musait është që ne e tham para se të vite Musai, faraoni kishte vrarë fëmijët, është kështu vëlla? Faraoni bonte zullum. Faraoni kishte robëruar njerëzit. A ishte kështu? Prap Zoti do të udhëzonte faraoni. Si sa i do njerëzit e vet. I tha Musa, shko thuaj atij fjalë të buta, në mënyrë që të përkujtoj dhe në mënyrë që të kthehet ke Zoti ta ketë frikë. Pra Zoti çdo njeri sa do gabime bën, ja jep shansin. Ja dha shansin në dialog. A ja dha shansin vëlla? I dha Musa argumentet universit, çdo gjëje, si e ka kriju tokën, si i ka kriju gjërat. Ja dha i shans që ai tu bote besimtar. Nuk u bë. A ja dha i shans ke magjistarët vëlla? Po i tha mrekullin me shkopin, me dorën që nxirrte, me sfidën që pa. Ai ishte argumente për atë vëlla. Magjistarët gjithë në sejdë. Aran sejdë, pse s'rajin sejdë vëllai dashur? Ja dha Zoti i shans prap. Shifë sa i mëshirshëm, se më dash ta merr jetën çast më vëlla. Pejgamberi alayhis salam ka pasi shprehje të brillante. Kur do të më u betu për diçka të rëndësishme, thoshte pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Për ne jemi gjithë në dorën e Zotit vëlla. Pasha atë që shpirti im është në dorën e tij dhe thotë atë që kishte për të thonë. Por shifë sa i mbështet ke Zoti dhe sa i qartë ke sunduesi madh suprem i universit. Ja dha i shansë magjistarët pani mrekulli ran sejdë. Minimumi vëlla, minimumi pyeste magjistarët, "Ore pse u bot musliman? Pse rat në sejdë?" Dhe t'ia shpjegonin, sepse ne pami mrekulli. I vdekur për pushtet, i vdekur për të adhuruar atë dhe jo Zotin e gjithësisë, nuk bëri asnjë pyetje, po i tha, "Ju jeni bërë bashkë me mashtru. Dhe ju e bot këtë që të mposhtroni mua." Dhe i tha magjistarëve, "Ku e keni urdhrin shtetëror që ju të bëheni besimtar?" Allah ishte i çmendur burr. Si përpara ke ne, po të thëshë ka zot që është në burg. O, janë të çmend diktatorët vëlla. Vëlla janë të çmend. Zot na ruaj. Njeriu bëhet i çmend kur e ka mendjen ke dynjaja, që është futse. O, vëlla nuk është mirë nga truri. Dhe vuj njerëzit për trurit atij. Ju tha u bot musliman dhe rat në sejdë, pa mor leje nga unë. Se unë do ta nxjerr me dekret shtetëror që mund të pasoni Musan. E kupton ku kishte shku? Si bëshin përshtypje gjithë këto argumente dhe donte që për çdo gjë të ishte firma atij dhe edhe për të besuar Zot. Prapë më shiroj vëlla. Do thoshti se me drejt do thosh, besoj Masaj e ka dënuar. Jo, nuk e dënoi vëlla. Super. Jo. Nëse treguam për argumentin e shkopit dhe argumentin e dorës së shndritshme, Zoti vëlla i ka dhënë dhe 7 shanse të tjera, të forta. 7 shenja. Pra gjithë shenjat e Musës ishin 9. 2 i tregum, janë dhe 7 tjera. Çfarë shenjash? Çdo kohë kalonte i farkoi i lente të qetë me meditu faraoni dhe njerëzit me u kthy në besim. Pastaj jepte anën tjetër. Siç është jeta, ke shumë begati, ke sprov, ke begati që të farktohesh me të dyja këto. Jepte vëllai dashur varfëri. I dha Egjiptit në atë kohë të faraonit thatësirë dhe u gjendën keq. Sa herë gjendeshin keq, i shkonin dhe thoshin Musaj, lutju Zotit tënd, jo Zotit ton. O vëlla shef çuditëra. Lutju Zotit tënd na e largoi këtë neve, se unë do t'i lej ty Beni Israilet që të largoni për në tokën e shenjtë. Se kur bëri dialog Musa i tha, leri Beni Israilet të vinë me mua, mos i dëno më, se i ke robru ato. Kjo ishte një nga qëllimet që u dërgu Musa si pejgamber, edhe që t'u bonte faraoni musliman i mirë. Vllai dashur ja hiqte Musa, o Zot largoja. U begatonin, trastonin, nuk e lanë me i mor Beni Israilet.
Mas një farë kohë i sillte shenjën tjetër, tërmete. Dhe i solli vlla 9 shenja. Ke këto 9 shenja faraoni zbesonte. Paria nuk besonte përveç raste të veçanta. Kush u bë muslimane? Asja, që do e lejmë për rast tjetër se na shkoi shumë. Asja u bë muslimane. Pra jo nëna biologjike, po nëna që e kishte rrit Musan. Kush u bë një nga paria? Ai që shfaqi besimin kur ç'a tha Musa valla? Ç'a tha faraoni? Faraoni u trem për gjarprit, tham kështu, dhe si shkoten mend për Musain, me thonë që ata vrasim. Paria ishin trem më shumë. Me shenjat që vishin tërmetet, thasira, o vlla, i tmerroi Musai vetëm i shkop. Qa tham ne? Shkopi ishte normal, po Zoti me atë e ktheni qytetërim me dash, ky o Zoti i gjithësisë. Dhe shkon faraoni deri aty sa thot, "Dheruni aqtul Musa u men ma." I thot Paris, "Më leni ta vras Musan." Edhe ato që e ndjekin atë, di çka ka thon Paria, nuk e ka lënë. Kishin frikë se thoni faraoni tani nuk është mirë nga ana psikologjike. Dhe duke e dëmtu Musain, ndoshta Zoti vetë është i vërtetë dhe merr hak. O vëlla, nuk kishin, domethënë njeriu kur nuk është në çështjen psikologjike dur, nuk di të dallojë më gjërat. Këte i thonin ndoshta ka i Zot se ky ka shumë argumente, në anën tjetër nuk e leshin dot pushtetin. Dhe ai di çfarë do leshin për pushtetin. Se është dhe kjo e bukur. Ai di çfarë i tha Musa. Se nuk i tha le pushtetin, se nuk është me islam me lon pushtetin. Pushtetin ta vazhdojshin ato. Dhe profeti kur i çoi letrat mbretërve të botës, çfarë i thoshte? Vetëm bëu musliman dhe mundsoja njerëzve të bëhen besimtar. Pushtetin e gëzofsh. Dhe Musa i thoshte faraonit mbaje pushtetin. Vetëm mos thuj ti jam Zoti, po Zoti është Zoti i gjithësisë. Pushteti rriti i parë, prapë vetëm lej njerëzit lirë që të besojnë, se nuk i lente vëlla, ishte me ligj shtetëror që Zoti ishte vetëm faraoni, kush besote Zot tjetër ekzekutohej në çast. Vëlla, po ja merrte as pushtetin, po ato nuk dëshin pushtet normal me drejtësi. Nuk dëshin pushtet me i respektu krijesat që ishin të vetat, ato banorët. Do ishin pushtet me mendimallësi, me shtyp njerëzimin. Oligarkët dhe paria që kishte ai nuk donin vëlla këtë gjë, sepse duhet ta shpërndanin pasurinë ke populli. Se Musa i tha rrinin pushtet, se unë kam marrë me mor ben Israilët, do iki, ju do e keni pushtetin prap. Po mbaje ashtu siç duhet pushtetin. Jo duke vrarë fëmijë. Mbaje ashtu siç duhet pushtetin, po jo duke shtyp njerëzit. Mbaje pushtetin, mos shtyp dinjitetin njerëzor, mos i ndaj njerëzit në grupacione, njerëzit janë gjithë të barabartë. Zoti e di kush është më i miri. E kupton? Po se po e lexojmë dhe po e sqarojmë historinë siç duhet. Vlla, erdhën dy argumentet e para, erdhi Termeti, erdhi Thatsira, erdhën dhe tjerat, u plotsuan 9. Ai vlla sa herë ishte në hall i thotë lutë Zotin tënd. Sa u largonte problemi, ai vazhdonte me intrigat e veta. Ke argumenti 9, vlla i dashur ju shtrëngu shumë. Dhe Musa i tha këtë radhë nuk i lutem Zotit, vetëm qofse ti më jep fjalën dhe shkruaje me ligj që unë të t'i marr ben Israilit. Dhe u detyru e nxori vendimin. Mbasi të qetësohet kjo situatë, Musa si lejohet me gjithë ben Israilit që dëshirojnë të ikin me të për në tokën e shenjtë. Për këtë kishte ardhur mision Musa alayhis salam. Vlla, i lutet Zotit gjithësisë Musa i largon sprovën popullit të Egjiptit dhe i merr ben Israilit gjithë dhe largohet. Mendohet që në këtë kohë nga ben Israilit kanë qenë 600.000. 600.000 ben Israil. Dhe niset. Në best kujt i kulla. Sa ato ishin burra, gra, fëmijë me pasuri me vete. Kush i dha bes? Faraoni pra. Ai e nxori verdiktin. Po, kriminali vëlla s'ka bes. Zullumqari s'ka bes. Prandaj s'po du përgjishëm bes kujt. Po mbes faraonit pra. Meri ben Israilët, vazhdo. Po ben Israilët pse nuk kishte dëshirë t'i lënë ai, se ishin robërit për atij vendi, gjithë punët e rëndomta, gjithë gjërat që rishin si pashallar egjiptianët në atë kohë i bëshin ben Israilët, i kishte poshtru. Sa kur donte i vriste fëmijët dhe i lënte bashortë të gjalla, ishte kështu. Që e kemi thënë dhe e thot Kurani disa herë në librin e tij të shenjtë, në librin e Kuranit famlar. Dhe vëlla niset Musai me dekretin e faraonit. Dhe vazhdon rrugën për në tokën e shenjtë, për në Beitul Maqdis. Dhe rrugës duke ecë qetësisht, përballë kishte detin edhe një rrugë vëlla pak të keqe, që është ishte si kodër, po që donte heste me shumë vështirësi, se ishin shumë. Pra ishin shumë ben Israil. Dhe do hecëshin këtu shumë më ngadalë. Qa dëgjojnë vëlla?
ishte gjatë ditës duke u thu, dalum për pak pushim, vetëm kur dëgjojmë vllai dashur tradhtarin e madh. Edhe Kurani e përshkruan që i mblodhi ushtrin, mblodhi popullin dhe tha ata janë pak. Shirdimet unë kalilun, ata janë pa vlerë, ata janë pak, ne duhet shkojmë, të vrasim burrat e tyre, t'i marrim gratë dhe fëmijët dhe pasuritë, t'i mbajmë robër. Po prap vlla mas gjithë këtyre Zoti donte të udhëzonte. Zoti i Madhnushëm ja ka bërë xhenet njerëzve që të kthehen në besim. I ka dhënë miliarda argumente dhe faraoni nuk e shkatroi vlla, kishte bërë krime, prap ja la shansin. Prap ja dërgoi pejgamberin. Prap ja dha 2 shenjat e para, ja dha shenjat me magjistarët, ja dha edhe 7 shenjat tjera shumë vlla. Zoti është i durueshëm shumë. Zoti është i mirë shumë. Zoti gjithmonë don mëshirë me udhë njeriu, vetëm kur njeriu e tepron, atëherë vjen emri tjetër i Zotit i drejti, që të shkatron. Vllai i dashur, i herë që menduan beni Israilet që u liruan, i herë që menduan tani të krijojnë komunitetin e vet, kishin një pejgamber nga më të mëdhtë që pa historia botërore. Bashkë me Harunin, donin të krijonin stabilitetin social tyre, ku të le kriminali vlla? Ku të le zullumqari vlla? Vetëm çfarë fillon kafshët që kishin, fillon vlla të ndjejnë zhurmën e madhe të tokës, se kafshët e ndjejnë fillim. Vlla im vetëm kur kthehen kokën shikojnë nga larg një tym i madh vlla dhe një ushtri e etur për gjak. Kishin vujt vlla një 10 vjet, vetëm këto që i kishin pa me sy, se kishin vujt breza, po flas për kohën që erdhi Musai. Imagjino çfarë frikë i kaploi. Dhe e pan Musain me dyshim. Kthenin kokën nga faraoni dhe ushtria etur për gjak e tyre, kriminalin krye, vet faraoni me këto, edhe ktheni kokën ke Musai, ku është shpërndimi i Zotit gjithësisë, janë atë që ne tani ikim dhe Zoti do të na shohë me ajrin e vet. Dhe njerëzit më të ngushtë vlla përveç Harunit, Yusha ibn Nun dhe i tjetri i kanë shkuar dhe i kanë waqala ashabu Musa inna la mudrakun. Tha o Musa, ne u shkatruam më keq me këtë që na thesë tani do të na vrasin, po vinë tetur, ato i kanë duart me gjak. Tha kella inna ma'i rabbi sayahdin. Tha kur s'ndodh kjo, Zoti im është me mua, ai do të më udhëzoj. Subhanallahu. Tani do të shohësh i dallim vlla? I dallim. Hidhe shkopin tënd? U bë gjarë për çfarë bëri Musa? Pëlqen ty kjo, qa bori? A u friksu? Po. Qa i tha i madhi Zoti i qofshim fare? Para me e dërguarit nuk friksohen. Pra u friksu. Kur ishte me magjistarët, qa ndodhi? Ndjehu pak frik. Ndjehu në veten e ti Musa, frik. Po këtu? Këtu s'ndjehu më. Pse qa tham? Për para, pejgamberët, vetëm i shtohet besimi ka sunduesi supremi i universit. Vetëm ato janë njerëzit që në tokë çdo ditë që kalon, aty i shko besimi gjithmonë më lart, lidhen më shumë me Zotin e gjithësisë, e shkrin veten e vet në zemrën e vet. Gjaku i tyre qarkullon që elizat shkëlqejnë vetëm lidhje me atë që ja ka dhënë jetën. Dhe këtu kur gjithu të merruan, thëshin i kanë duart me gjak, s'kishin rrugë vlla. Deti ishte këtu dhe kodra dhe mali ishte këtu, rruga ishte e keqe, se dhe ato kishin vlla kafshët e veta, pasuritë e veta që i kishin marrë. Kella inë ngeli kjo në Kur'an vlla përjetshme, kella inë ma'i rabbi sayahdin. Kur tha, mos u frikzoni. Kur i pa aq dobët nuk ka thonë Zoti është me ne. Jo si ishte Zoti me ato vlla. Sa ato se besojshin siç duhet. Qofse të kujtohet pejgamberi me Ebu Bekrin që tha inna Allahe ma'ana, se Ebu Bekri vlla e kishte besimin e plotësuar, tha Zoti është me ne, me ty dhe me mua. Kur ishte duke shkuar për Medinë, erdhën armiqt u afruan, Ebu Bekri tha çfarë po ndodhi dërgumi i Zotit. Tha mos u mërzit. Ç'është mendimi jot i tha Ebu Bekër kur unë dhe ti jemi dy, Allahu është i treti që na mbron. Inna Allahe ma'ana la tahzan. Mos u dëshpëro se Zoti është me ne. Kurse Musa nuk i ka thonë Zoti është me ne vlla. Se e shitën për i sprovë që i erdhi. Ato po të kishin qenë burra do thoshin Zoti është me ne dhe ne do i dalim ball. Le të luftojmë me faraonin. A është kështu apo jo? Se do mbrojshë familjen tënde, fëmijët e tuaj, gjithmonë si tankuar, gjithmonë si të friksuar, gjithmonë si të rëndomt. Me hile. Përveç pejgamberit madh. Kella, jo tha kur s'ndodh kjo që po thoni ju. Zoti im është me mua, ai do të më udhëzoj. Allahu. E urdhëruam thot dhe i tham, vlla ç'a tham ne që fillim? Ç'a është ajo në? Do. Ai shkop sa tu ndjehet me atë. Po, valla po se kuptoi Musa shkret. Ç'a është ajo Musa? Ja unë tha, Zoti më u mbarm kur e flaj. Allahu po i thoshte, o Musa, me atë do kthehesh rendin botëror. O vlla shkatroi superfuqinë e botës, o vlla im, me i shkop.
Qa është ajo në djathën tëndë? O Musa, tha o Zoti i madh u mbaj me atë huzgjethet, ku ishte i madhi Zot, qa kuptoi Musa nga ajo. Me magjistarët, kishte nevojë me bojë gjovlla, o di shkopin. O drib bi asak el bahr. O Musa tha, direkt sa tha është me mu Zoti do të mullzoj, nuk mbon mua i keq, më ka dhënë fjalën dhe kjo është e mbaruar, tha drejtoje shkopin detit. Dhe Musa, imagjino qa skene, qa tham, rasti kaloi, ku do e marrin vlerën, potencën këto histori që po tregojmë, kur? Që na e thoshin dhe ato që na dëgjonin. Kur ti bëj filma Hollywoodi, vëlla. A je me Musa s'po flet fare apo jo? Apo e ke humb? Jo, me ty. Po më ndihmo pra. Qa tham dje? Kur ti bëj Hollywoodi, po kur them Hollywoodi pra kinematografia e të ardhmes, vëlla, që po futet dhe AI, kur ti bëj këto filma, do inshallah ne mund të kemi ndru jetë për ato që do t'i shijojnë. Këto do bëjnë reflektimin e botës, këto do tregojnë kush kanë qenë njerëzit e vërtet saj bote, këto do tregojnë historinë e të kaluarës që është e tashmes dhe e të përjetshmes dhe këto do jenë njerëzit më të nderuar në xhenet. Kur këto të bëhen filma dhe këto të bëhen regjisorët më të mirë në botë dhe kur këto të detajohen, do shofi dritë njerëzimi vëlla. Drejtoja tha shkopin të ndeti dhe ja ka drejtu Musa alayhis salam kur gjithë ishin pesimist. E drejtoi dhe u hap deti vëlla i dashur. Se për Zotin s'ka si gjë të rënd. Ai që e ka kriju detin është më e vështirë se sa ta hapësh vetëm i çast. 70% e tokës janë ujë. Kush i krijoi në mënyrë kaq përsosur dhe uji në organizmin tonë është 70% siç është dhe në tokë. Hapet deti vëlla i dashur, edhe të vegjëlit nga ben Israilëve më në fund kishin pa argumente plot, nuk u bindsin vëlla. Duhet ju hapte edhe deti që t'u bindsin. Dhe Musa alayhis salam si gjigant i madh i pejgamberllokut, bismillah dhe hyri për dal në anën tjetër. Atje ku mbaronte që ishte bregu tjetër i detit. Musa i pari, Haruni i dyti, Yusha ibn Nuni i treti, ai besimtari i ndershëm i katërt që përmenden në Kur'an, dhe pastaj gjithë ben Israilët me pasuritë me gjërat që kishin, duke nxitu, i tha Musa mos nxitoni se çdo gjë është në programin e Sundusit Suprem. Rini të qetë, vazhdoni, dhe Zoti i thot, leje edhe detin të qetë Musa. Leje çështën qetë, se e din Zoti i gjithësisë, ti bën vetëm ato që të urdhërohet. Dhe kalojnë vëlla me pasuritë me të gjitha, me karroca çfarë kishin dhe shkojnë për në anën tjetër. Kur i fundit i ben Israilëve kalon, i çmendur i që quhet faraon, vëlla nuk reflektoi as nga kjo. Vëlla hyrin det me i kap ben Israilët prap. Se kur njeriu vëlla lund nga mendja është problem i madh. Zoti mos na sprovoft. U fut brenda edhe donte të arriste dhe ai në anën tjetër me i kap ben Israilët. Musa vëlla kur e pa që hyn, tregohet, ka prit që ti thot Zoti bjeri prap me shkop detit. Zoti e thot në Kur'an. Kur e ka ditë, Zoti ka thonë, o Musa, rinti tani le detin e qetë. Se Zoti donte të fuste edhe ushtari i fundit vëlla. Kur tregon Kur'an thot Firauna o Hamana o junuduhum. Thot Faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre. S'mund të dënote vetëm Faraoni, se po mos kishte njerëz këqij që e ndihmonin Faraonin, nuk u bënte Faraon. Hamani që ishte kryeveziri vëlla, po mos ishte ai servil, ai që keq. Dhe asnjëherë se këshilloi për mirë, nuk u bënte ai Faraon. E kanë pyeti herë Faraonin, pse u bëre Faraon? Tha, asnjë s'm ka thonë asnjëherë mos e bëj diçka. Gjithë vëlla servil, gjithë urë dhe ai u bë aq i keq. Prandaj sistemi që e quajmë ne demokratik, sistemi që ka ekuilibra, sistemi që ti thejmë njëri tjetrit kjo është gabim dhe s'duhet, është gjë shumë e mirë vëlla, se nuk na nxjerr neve njerëz pastaj që bëhen faraon. Kjo është element shumë i rëndësishëm vëlla në historinë e Musait alayhis salam. Leje detin e qetë, sa hyri dhe ushtari i fundit atje i tha Xhebrail Aminit, mbyll detin tani. Atje kaloi i fundit nga ben Israilët në anën tjetër, ushtari i faraonit i fundit hyri, tha mbyll detin. Dhe Sundusi Suprem vëlla, dha urdhër, Xhebraili e ekzekutoi. Dhe u përmytët në gjithë dhe faraoni ndërto. Dhe e kemi tregu vëlla, kur i doli shpirti çastet e para çfarë tha? Amantu, kam besuar në atë që besuan ben Israilët. Ai që note kishte Musain vëlla, sa nuk tha kam besuar në Zotin e Musait, kam besuar Zotin e ben Israilëve. Edhe i vdekur. Vëlla, edhe i vdekur, domethënë që i kishte dalë shpirti, i vdekur ishte fizikisht, kurse me shpirt mbate i not për Musain akoma. Tha kam besu në Zotin që besuan ben Israilët. E di kush është përgjigja? El-an u qad asayta qablu wa kunta min al-mufsikin. Tha, ata tani beson dhe përpara ishin nga shkatrimtarët, nga kriminalët. S'pranohet ky besim. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, do pranoj Zoti pendimin e robit vet derisa i vjen shpirti në fyt. Po doli vëlla s'ka më pendim. Dhe elhamdulillahi rabbil alamin, siç është ligji i Zotit, shpëtuan njerëzit e mirë.
shpëtoi pejgamberi i madh i Zotit, Musa alayhis salam, edhe zullumqtarët gjetën vendin që i takoi, por Zoti i kishte përgëdhelë ato vëlla për t'u bërë, por nuk u bën njerëz mirë. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft, Zoti na dhon mend, Zoti na boft racional, e Zoti mos na boft nxitueshëm. Amin. Nuk e di vëlla si jemi me kohën, po 1 orë fiks. 25 minuta. Edhe 25 minuta sabahu. Fullet sabahu dhe 25 minuta. Mesazhi i parë që po shoh, i ka vëlla në punë tani. Zoti të begatoh vëlla, na e boni halal se ne duam të punojmë sa më shumë, jo t'i lejmë vëllezërit edhe motrat pa punë. Nesër vëlla kemi takimin e Musait me Allahun e Madhnueshëm. Nesër kemi takimin e Musait me Allahun. Asjan, po. Kurse Karuni s'do e majmë këtë radhë vëlla. Se si bëjmë do të gjitha vëlla. Është, domethënë nga momenti që nisëm e ke shtrëngu këtë historinë e Musait. Po. Ashtu tham, po, nga që po marrojnë ditët, se edhe sa kemi, edhe 3 ditë mos gaboj. Po. Ashtu i bjen, nesër, është e martë. Edhe 3 podcaste duhet jenë, të martë, mërkur, të njëjtë. Se të premten është Bajrami. Premten është Bajrami, po të njëjtën s'mas, s'ka mos taravjes, jo të i bie domethënë që tash të njëjtën mëngjes, po. Të njëjtën mëngjes, Po, të njëjtën mëngjes, po. Si i bjen? Edhe 3. Se ai ishni vëllezërve që duan më dëgju vëlla i ditë, s'pasin këtë mani vëlla, unë thash po shtoni të majmë dhe të premten për Bajram. La ilaha illallah. Vëllezër motra Thot s'na tregove, thot atë pjesën e arsyen pse mumizoheshin faraonët. Po, nuk po u shpërndam këtë detajet pastaj. Po inshallah. Jo, shumë interesante ajo. Mendoni, prandaj e pyetje Se magjistar. Jo, por ne e pyetje, çfarë mendoni ta për ata të vdekurit tanta? Po. Ideja është se mumizoheshin edhe 16. Ba, magjistarët i kishin thënë që do vi koha që njeriu do ngjallet. Kjo që po shpresoj dhe shkenca sot vëlla. Domethënë po të kesh qieliz mund bëhet klonimi dhe nëse klonimi funksionon dhe me vetdije ti mund të kthehesh. Dhe kështu i kishin thënë magjistarët. Sa ato merrshin lajmet e qejve. Edhe ato thanë se e majshin veten me pushtet që ato janë dhe s'ka tjetër. Dhe nëse vdesim tani duke u bë mumje, mundet që kur të vinë kohët ne vetëm të shkencat arri që siç jemi mumje të ngjallemi prapë. Edhe inshallah të thojshin të kemi edhe pushtetin që kemi pas. Mashallah. Kjo ka qenë, po e them shkurt vëlla. Pasha Allahun sot e tregon historinë sikur e kena përjetu vetë. Inshallah, ndash Zoti. Mashallah. Vazhdoni thot podcastin dhe pas kësaj, pas Ramazanit. Pra që pas Ramazanit ta nuk i kemi mokë të ndje. Inshallah, Zoti është përbleft. Dëshira Allah e mirë është njëti. Alhamdulillah. Thot Jusufin, natën e Miraxhit, thot dikush thot. Selam aleikum vëlla, është një moment kur live shkoi në 5000, ndjeva ndjesi të jashtëzakonshme që kupton çfarë fuqie ka Ramazani, sidomos nata e Kadrit. Shkoi herë 5000? Po, dhe këtu gati shkoi 1.8, 1.9. Jo, 1.8 e kanë pasur gjithkohon, domethënë. Sa? 8.000 totali. 8.000 totali, 8.000 veta live. Kjo është mesazhi më interesant vëlla. Të paktën thot plotësojnë ditët që munguat. Shumë e bukur. Zoti ç'vler. Shumë e bukur. Andi Karaj e thot këtë vëlla. E lezetshme kjo. Neve kemi mundu vëlla me bëj një gjë të mirë për vëllezërit e motrat, por çana ka surprizu. Sot po të fuzë pyetje të vështira. Janë shumë thjeshta vëlla, po ti sot qeke hutu nga historia. Vllai dashur, çana ka surprizu nga vëllezërit e motrat. Edukata, mënyra e komendit, niveli mesazheve. Diun vëlla sot supermarketi. Të lutem vëlla. Them për çfarë po e pyet këtu. Kompi një ibuprofen. Jo, e di pse se ishin 2-3 drejtime çana kanë surprizu. E para i herë ndjekja masive. E dyta momentet kur ke qenë smura, mund të që i kanë numëruar ditët fikse. Do thënë këtu
Ktu domethënë me në raportin me njerëzit që na kanë djeg, surprizat kanë qenë pafund. Mashallah. Po ta pyes që dikë, ku e kemi lënë historinë dje, ti thonin me detaje fiks, domethënë një vëmendje që por mbi të gjitha niveli i mesazheve, niveli i njohurisë, shikon, niveli i diturisë, këto janë gjëra shumë të mira valla. Biles atë po diskutonim që këtu kanë për shumë në raste edhe kur dikush bën pak humor në komente. Po ajo është gjë e bukur valla. Ne vetë bëjmë një shaka. Po interesante. Njerëzit bëjnë shaka me të qeshin dhe nuk ofendohen. Po valla. Për Zotin, duket si copza të vogla xheneti në tokë. Ku njerëzit flasin vetëm fjalë. Nuk kam për ta harruar atë momentin kur I kemi pyet në mes Musait dhe Jusufit që ndonit mbani. Po. Brillante. Ju jeni aq të mirë sa do I mani të dy. Mashallah, Zoti na shpërblet. Allah. Na shtohet thotë edhe më shumë besimi tek ju dëgjojmë. Amin edhe neve që flasim në të njëjtën nivel. Unë jam shumë I kënaqur thotë që ju dëgjojmë, por jam edhe I kënaqur që mi lexoni mesazhet e mia. Allah. Mashallah, u them është nivel. Dëgjoj, nuk janë larg me Belkisën valla, për nga zgjuarësia dhe fjalët e ëmbla. Po. Jo, janë Mashallah. Janë vërtet edhe komentet në Facebook janë që të gjitha, domethënë. Po sikur një podcast thot një herë në javë, domethënë ditën e premte, faleminderit Zoti ju urojt. Manjola Deliu thot sikur të jetë kjo. 5038 shikues ishin në Instagram, mashallah. Mashallah, Zoti ju begatoft. Don kujdes dhe më të madh. Selamu alaikum hoxh. Çdo vit për Ramazan smuresh 3 deri në 4 ditë. La ilaha illallah. Po, edhe vjet ka qenë. La ilaha illallah. Edhe interesante është smunin e ke një lloj zërin. Enkeli. La enkeli po na marrin sysh për vllajim se jo që kam I grip, se gripo në gjithë Shqipëni, po mikën zëri vlla. Ç'a të bëj? Ty Zoti shpërbleft, po rast tjetër do bëjmë dua që me gjithë vëllezërit e motrat, po që jam gjallë. Që në fillim të Ramazanit, Zot shëndet dhe mashallah. Se si sym duket vëlla se mikën zëri, mos mikën asnjëherë gjatë vitit më vëlla. Po. Elhamdulillah, Zoti inshallah. Kush dëshiron sot mund t'i dëgjoj edhe në YouTube podcastet e kaluara edhe mbas Ramazanit. A di ç'a duaj gjë vëlla, që inshallah nuk e di na një që na ndjek mund na e bëj, po edhe çuna do përpiqen. A di si bëhen të bukura këtë histori vëlla? Sot AI po nxjerr programe, pra me AI, që I bëjnë video të bukura. Për shembull, jemi tu folën me Musain. Atë për të kërkuar duke televizorit tash. Jo vetëm, jo akoma duhet një që të jetë specialist I fushës videove vëlla që I bë me AI. Apo flasim ne unda deti, domethënë ne duke interpretuar këtu, aty ta japi. Për shembull, Musain mund ta japi si dritë, se pejgamberët nuk është mirë të jenë me pamje, po të gjitha tjerët mund bëhen sot me AI, me programe shumë të bukura vëlla. Dhe çdo gjë që ne themi nga histori, për shembull magjistarët me mira, ne Musai këtu sjell shkopin. Nuk e di nëse kemi na një që na ndjek që e ka nivelin për të na e bëu këtë, vetëm se ka diçka. Unë kam përshtypjen se njerëzit që të kohës që flitet sikur I largon, ajo ka frikë se do të pa ty kur e tregon historinë. Jo, ato që janë YouTube, jo për ne këtu. Jo kur I mbajmë live, jo mbrapa vëlla, mbrapa. Mbrapa vëlla. Tani siç duket bën edhe shaka. Ne kemi doktoraturë të Islamit, valla, si jemi klas parë, kjo është ideja. Ashtu I vjen valla, Zoti ju begatoft inshallah me të mira. Allahu na bëft për atyre që ai të jetë I kënaqur për neve, amin, valla, dua të bukura shumë. Thot Lili Isa I thot, a nuk erdhi Egzoni thot. Egzoni valla, sa në mini, sa me Erdoanin, sa me e ke parasysh me në vend, po ai nuk ka shanse mos të villa në ai nëse s'vjen podcast me Vis Naxhin e me Liro Xhollin, ai valla ka bo gabim të madh. A di çka ka I gjë valla Egzonit, ta di në gjithë, s'ka podcast që I shpëton. Kur flas unë mi përmend gjitha valla ato që kemi bisedu. Kështu që elhamdulillah inshallah sot do flasje mos ta kemi nesër ndash Zoti. Inshallah. Adis thot dhe Mirsada, u rrita me derset e tua që 12 vjet thot. Mashallah. Ke ndihmu thot me forcu imanin, Allahu ta shpërbleft.
Mashallah. 15 minuta sabah, valla im sot ndajmë kështu. I lutem Zotit Allah që mos bëjmë dua të gjatë. Okej. Se i orë me fal është e lashme, me thonë drejtën e Zotit, mos të egzagjerojmë. Ha, e ke edhe një mesazh që do më lexoj? Jo, sonte kishim thotë egzonin në Stuttgart dhe gjatë kohës që të përfliqëm për dua, shoh njonin hajde tani edhe me dua inshallah ta mbyllim. Ja, inshallah do bëjmë duan e përmbledhse Allah, Zoti i gjithësisë na furnizoft me mirësi të pafund me jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Na mëshiroft neve, na falt bashkë me familjet tona. I lutemi të na japi të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Na ruaj nga zjarri i xhenemit, na fali neve, familjet tona dhe gjithë besimtarët e mirë në ditën e gjykimit. Lutim Zotin të na bëjë nga banorët e xhenetit Firdeus, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit, na bëjë dhe të na mundsoj ta shikojmë bukurinë, mirësinë, lartësinë e tij në ditën që shpresojmë që do të hyjmë në xhenet. Amin, amin, amin. Agjerim të lehtë, e dim që sot jeni të gjithë masive, kam përshtypjen në të gjithë trojet shqiptare, sot ka agjerim të madh. Shifemi në podcastin e radhës. Selamu alejkum, Zoti ju rujtë të gjithëve. Aleikum selam.